Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Sot inshallah do ta marrim temën e katërt, të cilën e sjell dietari Abdurrazak al-Badr, Allahu e rujt, dhe që flet për çështjet apo forcat që i vën lëvizje zemrët, apo më mirë mundu me thonë motorët e zemrëve, cilat janë ata motorët që i bëjnë zemrët tona të lëvizin. Edhe në këtë temë shehu i sjell dy hadithe, një prej Enesit radiallahu anhu, i cili transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, dhe tregon se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka pyet, ka thonë: "O dërguar i Allahut, kur do ndodh kiameti?" Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, pa i ka përgjigj me pyetje. Ka thonë: "Ma addat lisa'a." Çka ke përgatitur ti për kiametin? Pastaj ka thonë: "Hubballahi wa rasulihi." Kam përgatit dashurinë ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fa innaka ma'a man ahbabt." Atëherë ti do të jesh ditën e kiametit me ata që i don. Dhe në këtë rast Enes radiallahu anhu thot: "Fa ma farihna ba'da al-islam farahan ashadda min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabt." Thot, pas gëzimit të madh që kena pas kur kena hyrë në Islam, nuk kemi pas gëzim më të madh se sa kur i kemi dëgjuar këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë që ti do të jesh po në botën tjetër me ata që i don. Pastaj Enes thot: "Fa ana uhibbu Allaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim." Thot, unë e dua Allahun, të dërguarin e tij, dhe e dua Abu Bakrin dhe Umerin. Dhe shpresoj që të jem me ta po në xhenet, edhe pse nuk kam bërë vepra sikurse ata. Mirë, po për shkak të dashurisë ndaj tyre shpresoj që do të jem së bashku me ta në xhenet. Po ashtu hadithi tjetër transmetohet prej Enesit radiallahu anhu, dhe këtë hadith e përcjell Tirmidhiu dhe Nesaiu, dhe Ibn Majah dhe Sheikh Albani tregon që hadithi është hasan, pra është autentik i mirë. Po Enesi radiallahu anhu tregon, thotë, një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë te një djalë i ri i cili ka qenë në agoninë e vdekjes. Edhe i ka thonë: "Kejfe te gjiduk, si je?" Edhe i ka thonë: "O i dërguar Allahut, unë shpresoj Allahun pa mëshirën e tij. Mirë, po i friksom mëkateve të mia që i kam bërë." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast ka thonë: "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Nëse çdo dy gjëra bëhen bashkë në zemrën e robët njeriu në këtë gjendje kur është, pra në agoninë e vdekjes, veç se Allah subhanahu wa taala ka më dhënë atë që shpreson, dhe do ta siguroj për asaj që i friksohet. Po Allah do ta mëshiroj, do t'i jap atë që shpreson për mëshirën e Allahut, dhe do ta siguroj, do t'i jap siguri për dënimit të tij. Dhe këto dy hadithe i bëjnë bashkë tri prej cilësive apo veçorive madhështore dhe të rëndësishme të zemrës, e që janë tri cilësit më të mira që mundet të robi me përgadit për takimin me Allahun subhanahu wa taala, ose kur takohet me Allahun subhanahu wa taala. Po ishin dashuria, shpresa dhe frika. Po dashuria për Allahun subhanahu wa taala, shpresa të ai dhe frika prej tij. Dhe patjetër këto tri cilësi të zemrës, ose këto tri komponente do të me ekzistu në çdo adhurim apo bindjen me të cilën ne afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Po në gjitha adhurimet patjetër duhet më na shoqëru këto tri gjëra. Dhe Allah subhanahu wa taala kur flet për dashurinë thotë: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Po ajetin ishte në 65 sura Bakara. Ata që besuan e dojnë më shumë Allahun subhanahu wa taala, pra dojnë më shumë Allahun se sa idhujtarët që i dojnë idhujt e tyre. Dorsa kur flet për shpresën, Allah subhanahu wa taala thonë në surën Hijr ajetin 56: "Wa ma yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dhe kush e humb shpresën në mëshirën e Zotit të tij, përveç ata që janë të humbur. Po veç të humburit, njerëz që janë devijuar të humbur, e humbin shpresën në mëshirën e Zotit të tyre. Ndërsa sa i përket frikës, po në surën Araf në ajetin 99 Allah thotë: "Afa aminu makra Allah." Apo ndihen ata të sigurt pe kurthit, pe papriturave të Allahut. "Fa la ya'manu makra Allahi illa al-qawmul khasirun." Vetëm ata që janë të humbur, po të dështuar, ndihen sigurt prej të papriturave të Allahut, pra pi dënimit të Allahut edhe kurthit të Allahut, po që Allahu gradualisht e shon drejt dënimit të tij. Dhe këto tri cilësitë e zemrës janë bërë bashkë në ajetin
57 të surës Isra. Allah subhanahu wa taala thot: "Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab." Ata të cilët po ja adhurojnë krahas Allahut, pra kjo ajet dietarët e kanë shpjeguar në dy forma. Ata të cilët e lusin Allahun ose adhurojnë Allahun, po besimtarët e mirë devotshëm me këtë radhë, apo ata të cilët i dhujtarët e i lusin krahas Allahut, pra melekët, pejgamberët e kështu me radhë njerëz të devotshëm. Po Allah thot vetë ata kërkojnë mënyra, mjete, vesile që mu afru të Allahu subhanahu wa taala. Cili prej tyre po afrohet më shumë të Allahu subhanahu wa taala. Po pi dashurisë që kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, edhe shpresojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, wa yakhafuna adhabahu, edhe friksohen për dënimet e tij. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, vërtet thot dënimi i Zotit tënd është një gjë që do të njeriu më rujt prej tij. Po me pas frikë. Dhe pozita apo rëndësia e dashurisë në raport me adhurimin është sikur pozita e shpirtit me trupin. Sikurse rëndësia që ka shpirti për trupin. Për arsye se dashuria është ajo e cila domethënë e stimulon nefsin e njeriu. Edhe e vën në lëvizje që të ngritet edhe të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, po të bindet të dashurit të tij. Po ashtu edhe të largohet prej ndalesave të dashurit të tij, po në këtë rast Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pra dashuria është baza dhe themeli i ibadetit të adhurimit. Madje që është vetë shpirti i adhurimeve dhe ibadeteve tona. Nuk ka mundësi që adhurimi pra ibadeti me qëndru i fort, përveç se nëse bazohet në dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Derisa shpresa konsiderohet si udhëheqës i nefsit tonë. Po njeri nuk ka mundësi në rrugtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala që ta vazhdoj këtë rrugë edhe të qëndroj stabil i qëndrueshëm këtë rrugë veç se me shpresën e cila udhëheq në këtë rrugë. Ndërsa frika konsiderohet si shtytës që e shtyn njeriu pra me ecë këtë rrugë. Po njëkohësisht edhe e pengon ose e ndalon prej gjërave për harameve, pra dhe gjëra ndaluara dhe mëkateve, gjunave ndaj Allahut. Për këtë arsye, Wahb ibn Munabbih, Allah mëshiroft, një prej dietarëve të hershëm të muslimanëve ka thonë an-nafsu ka nufusin dawab. Shpirti i njeriu nuk dallon prej shpirtave të kafshëve. Pra, në kuptimin që është shpjegon më poshtë që është kokfort. Sikurse shpirti, do të thonë kafshët që janë kokforta që nuk bindën. Mirë po thot, mul imanu qaid. Imani është ai i cili udhëheq shpirtin e besimtarit, pra besimtari bën dallim këtë rast. Është më i veçantë pra prej tjerëve. Imani është ai i cili udhëheq shpirtin e besimtarit, wal amalu sa'iq, kurse vepra e shtyn përpara, është shtytës. Wan nafsu harun, kurse nefsi i njeriu për shpirti i tij është që është kokfort, po i pabindur. Prandaj thot fa in fatara qaiduha harunat ala sa'iqiha. Nëse këtë rast udhëheqësi i shpirtit pra lodhet, dobësohet, edhe domethënë tregohet i dobët, raskapitet e kështu me radhë, atëherë thot këtë rast shpirti tregohet i pabindur, edhe domethënë kokfort kryen aq ndaj atij që e shtyn përpara. Wa in fatara sa'iquha dallat anit tariq. Nëse domethënë lodhet ai i cili e udhëheq ose e shtyn përpara, atëherë thot e humb rrugën, do vjen pi rrugës. Pra lajthit edhe domthon rrochat pi rrugës drejt. Këto pra po e shohim që këtë dietar po e krahason nefsin me kafshën. Ose me kafshën kokfort që është e pabindur. Arsyeja pse po e krahason nga se nefsi është domthon shpesh ndryshon. Nefsi i njeriu, shpirti i njeriu që kemi marrë më herët, po edhe zemra e tij vazhdimisht ndryshon. Edhe njeriu pra nuk ka mundësi me pas kontroll mbi nefsin e tij përveç se nëse Allah subhanahu wa taala ndihmon me dijet e dobishme të fesë dhe me vepra të mira. Përndryshe është e pamundur me kontrollu nefsin, me pas në kontroll. Edhe Ibn Taymi, Allah mëshiroft, flet në këtë kontekst me fjalë ngjashme sigurisht Wahb ibn Munabbih që e përmenu më lart, thot dija është ajo që e udhëheq njeriu, udhëheqësi i tij. Derisa vepra e mirë është shtytësi, që e shtyn përpara. Ndërsa nefsi i njeriu është që është harun, pra është kjo fjalë përdoret edhe tek ne, harun, pra njeri kokfort, domethënë që është krenaç. Prandaj thot nëse udhëheqësi lodhet, raskapitet, edhe nuk e vazhdon rrugën, atëherë thot edhe nefsi nuk i bindet atij, nuk i shkon mbrapa.
Po njëjtë është edhe nëse shtytsi, po kjo që është hyn përpara veprat e mira që është hyn përpara lodhet edhe dobësohet, atëherë thotë edhe nuk e dëgjon, nuk e bindet pra shtytsit. Prandaj thotë nëse dija e njeriu dobësohet, pra nuk ka dije të mjaftueshme për me vazhdu rrugtimin për te Allah subhanahu wa taala, atëherë thotë udhëtarin këtë rast, pa ai që është duke ndjek rrugën, futohet. Edhe nuk e din cilën rrugë me ndjek. Po thot ai qëllimi i tij është në këtë rast pra vetëm i dorëzohet kaderit, i dorëzohet fatit, kaq, domethënë nuk din ka me shku. Domethënë edhe konfuzohet. Po gjithashtu thotë nëse e braktis veprën, e cila është shtyts, që thon, e shtyn përpara, nëse i braktis veprat e mira, prap domethënë futohet edhe konfuzohet. Edhe domethënë ndjek rrugë tjera përveç rrugës drejt. Edhe pse ai ka dije dhe dituri, njohuri për cila është rruga drejt, mirë po e ka braktisë që dije edhe veprat të vepruara me këtë dije thotë edhe për këtë arsye pra ai thit edhe rrshet për rrugës drejt. Prandaj thotë i pari është i hutuar, nuk e din ka me shku. Nuk din ka me shku edhe pse thotë ai ka rrugë shumë të gjatë me po. Nuk din ka me shku për shkak të mungesës dijes. Kurse i dytë thotë gjithashtu është i hutuar për rrugës drejt, mirë po ka deviju prej saj. Pra ka është larguar prej saj edhe pse e din cila është rruga drejt, për shkak se nuk ka punuar me dijen që e ka për rreth saj rrugë drejt. Prandaj prej kësaj po e shohim që shpresa është ajo që udhëheq njeriu drejt çdo virtyti. Pra e motivon njeriu drejt adhurimeve dhe veprave të mira. Edhe e shtyn njeriu pra që me marrë këtë çështje seriozisht, po çështjen e adhurimit edhe veprave të mira, me kon serioz në këtë rrugë. Ndërsa frika është ajo që domethënë vazhdimisht e shtyn njeriu përpara edhe e ndalon që me qëndru në këtë rrugë, pra nuk e lën me dal për rrugës së drejtë. Pra frika ndaj Allahut subhanahu wa taala e pengon njeriu e ndalon që me vazhdu këtë rrugtim edhe mos me dal për rrugës së drejtë. Gjithashtu kuptohet frika ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe pengon njeriu që mos merron gjëra dhe harame që është sa më lart. Prandaj pra shpresa është e dobishme vetëm atëherë kur njeriu e udhëheq drejt shtimit të veprave të mira, drejt shtimit të udhërimeve. Kjo është shpresë e dobishme në Allahun subhanahu wa taala. Po gjithashtu edhe frika është e dobishme vetëm atëherë kur njeriu e pengon edhe ndalon prej harameve, edhe prej gjinohave. Për këtë arsye nuk lejohet ose nuk dohet që besimtari ose të besimtari me dominu frikën mbi shpresën, apo me dominu shpresën mbi frikën. Për arsye se çu shkruan më morë edhe më poshtë, pra frika dhe shpresa për besimtarin se muslimanin i cili rrugton ka Allah janë sikur dy krahët për zogun i cili fluturon. Prandaj kushdo që i jep përparësi më shumë shpresës, pra dominant ai më shumë shpresa në Allahun subhanahu wa taala, atëherë po më shumë se sa frika, atëherë kë ndihet i sigurt prej kurthit të Allahut, të dënimit dhe të papriturave të Allahut. Ndërsa ai tek ai që dominon më shumë frika mbi shpresën, atëherë kjo humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që është saksu prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, se një person e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cilat janë mëkatet e mëdha, ka thonë ashirku billah, i parë është me i bashkë shirk Allahut, i dytë ka thonë wal iyasu min ruhillah, dhe me humb shpresën në mëshirën e Allahut, në ndihmën e Allahut, në lehtësimin prej Allahut subhanahu wa taala, me humb shpresën këto gjëra. Kjo është për mëkatet më të mëdha. Po për ason për krahason ose për përmend bashkë me shirkun. Wal amnu min makrila, dhe e treta është me ndi veten i sigurt për kurthit të Allahut ose për të papriturave të Allahut. Prandaj pra njeriu ndihet i sigurt për kurthit të Allahut dhe të papriturave të Allahut subhanahu wa taala. Kjo gjë pra kur ndihet i sigurt dëbërton në shpirtin e tij vetëm atëherë kur ai pra dominon ai më shumë shpresa se sa frika. Ndërsa humbja e shpresës në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dëbërton në nefsën e njeriut, në zemrën e tij atëherë kur që është thamë ai dominon më shumë frika se sa shpresa. Prandaj pra muslimani ka obligim që në zemrën e tij mi pas këto dyja në mënyrë të ekuilibruar, po para spesh, asnjëna mos me dominu mbi tjetrën. Kështu që pra besimtari ka nevojë shumë për çdo tri shtylla që konsiderohen si shtylla të çdo udhërimi. Dashuria ndaj Allahut, shpresat e ai edhe frika prej Allahut subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë pra njeriu do të arrijë që t'i bindet Allahut subhanahu wa taala, dhe të jetë i qëndrueshëm edhe stabil në bindjen e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala.
çdo neglizhencë që e shohim dhe hasim tek vetja ose tek tjerët, qoftë kur i kalojnë kufit e Allah subhanahu wa taala ose qoftë kur tregojnë të mangët në raport me Allah subhanahu wa taala, pra çdo neglizhencë kthehet te mungesa e njerëzit prej këto 3 shtyllave ose bazave mbi të cilat bazohet adhurimi. Prandaj pra këto 3 shtylla konsiderohen që thamë se ata motorët ose ato forcat lëvizje shumë dobishme që i bojnë dobi shumë të madhe zemrës tonë. Po kur këto 3 të ekzistojnë në zemrën e dikujt prej neve, padyshim që kanë me shty, pra kanë me detyru, me motivu, me nxit që me udhtu, me pra shpejt te Allahu subhanahu wa taala në kërkimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Edhe kanë me shty që mu largu prej zemrimet të Allahut subhanahu wa taala dhe dënimit të tij. Edhe kur ekzistojnë këto 3 cilësitë të zemrës, po në zemrën e besimtarit, atëherë edhe paksohen ato tmetat dhe smundjet të zemrës, madje mundën fare të largohen pra plotësisht pi zemrës së njeriu. Këtë përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, i cili thotë, patjetër duhet që ta kemi parasysh një rregull, i cili e bën që zemrat të lëvizin ka Allahu subhanahu wa taala. Pra i nxit zemrat që të lëvizin ka Allahu subhanahu wa taala dhe që të mbrohen me Allahun subhanahu wa taala përmes tij. Edhe thot kur njeriu pra zbaton çet rregull në jetën e tij, atëherë çështë amalar pra i paksohen ato smundje të zemrës. Ose mundën pra që të largohen plotësisht prej zemrës së tij me ndihmën edhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, për këtë arsye themi që pra ju drejtohet muslimanët, thot dije se ata motorët të zemrës që e shtyjnë zemrën me lëviz ka Allah, forcat që e shtyjnë zemrën me lëviz ka Allah janë 3. Pra i përmend këto që tham, dashuria, frika dhe shpresa te Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po më e forta prej këtyre thotë është dashuria ndaj Allahut. Ka se dashuria ndaj Allahut është ajo që muslimani pra e ka si synim, si qëllim në vetveten e saj. Pra domthon njeriu synon me dashur Allahun, po besimtarin sin këtë botë si në botën tjetër. Për dallim prej frikës. Nga sa thot frika në botën tjetër, frika prej Allahut do të largohet, pra besimtarët nuk kanë më pas frikë prej Allahut në botën tjetër. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alehim wa la hum yahzanun. Po në ajeti 62 i surës Yunus. Thot vënë re, vërtet dashur të Allahut, miq të Allahut, për ta nuk do të ketë frikë. As mërzi dhe pikëllim botën tjetër. Prandaj thot qëllimi me frikën është që është thamë deri tash, po që ajo me ndalu, me pengu njeriu që mos me dal pi rrugës për te Allahu subhanahu wa taala. Rruga që e çon te Allahu, frika nuk e lën me deviju dhe me dal prej kësaj rruge. Ndërsa dashuria thotë është ajo që e shtyn njeriu, pra e nxit njeriu e motivon që me udhtu drejt tek i dashuri i tij. Pra këtë transport tek Allahu. Prandaj thotë varësisht se sa është e fortë apo e dobët dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, varësisht soi do të jetë udhëtimi unë për të Allah. Po sa më i fortë që është udhëtimi, dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe më i shpejt do të jetë udhëtimi për të Allah. Sa më e dobët është dashuria ndaj Allahut, edhe udhëtimi do të jetë më i dobët ose do thotë më i ngadalt. Derisa thot prapë e përsërit, thot frika është ajo që e pengon njeriu që mos më dalë për rrugës së të dashurit të tij. Kurse shpresa është ajo që udhëhesh, pra e udhëhesh është si udhëheshi i tij në këtë rrugë. Prandaj thot kjo është një parim ose një bazë madhështore që çdo musliman e ka për obligim me pas parasysh vazhdimisht. Nga se nuk ka mundësi që njeriu me arrit me realizu ubudien për robërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala pa çet bazë, pa çet parim. S'ka mundësi. Me qenë të rob adhuruesi i Allahut subhanahu wa taala për me realizu në shtrimin e robërinë ndaj Allahut pa çet bazë. Edhe thotë dim që çdo njeri për nesh ka obligim që me qenë rob vetëm i Allahut, jo i dikujt tjetër. Prandaj pastaj këtu asin një dobi shumë të rëndësishme, Sheikhul Islam i thotë, nëse dikush pyet, e thotë që njeriu nganjëherë në disa kohë të caktuara nuk e gjen në zemrën e tij paqë dashurinë e cila motivon për me udhëtu drejt dashurit të tij ose me kërku dashurinë e tij. Nganjëherë pra njeriu kalon në situata ndryshme, nuk e gjen që dashurinë që e shtyn edhe motivon me synu dhe me kërku Allahun subhanahu wa taala dashurinë e tij. Atë cilat janë ato gjëra që e vëjnë zemrën në lëvizje, pra e bëjnë që me shtu dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tashol Islami për këtë theme që janë 2 gjëra kryesore, pra secili prej nesh do të mi pas parasysh këto. Sarë që gjejmë të janë veten tonë, pra neglizhencë, dobësi, mangësi, edhe se gjejmë çat vullnetin, pra dashurinë që me udhtu për te Allahu, pra me adhuru Allahun, me shtu adhurimet e kështu me radhë, thotë do të mi pas parasysh këto 2 gjëra. E para është thotë me shtu dhikrin, me përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. Ose çështë thotë Sheikhul Islami,
me përmend shumë të dashurin për Allahun subhanahu wa taala. Ka se përmendja shumë të Allahut subhanahu wa taala e lidh zemrën me Allahun subhanahu wa taala. E lidh zemrën, sa më shumë që përmend Allahun, aq më shumë do të thonë zemra jote lidhet me Allahun. Për këtë arsye thotë Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që me përmend ato mirë, po me përmend shumë. Nuk ka thonë vetëm përmend Allahun, mirë, po përmendeni shumë Allahun subhanahu wa taala. Bëni dhikr shumë Allahun. Siç thotë në surën Ahzab, në ajetin 41 dhe 42, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan asila. Ajo që keni besuar, përmendeni shpesh Allahun. Jo pak, mos u mjaftoni me pak, përmendeni shumë dhe shpesh Allahun. Dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Kjo është e para, thotë e dyta që e nxit për zemrën ose e shton dashurinë, e motivon për zemrën që me shtu dashurinë ndaj Allahut dhe pastaj me udhtu ka Allahu, thotë është me shiku, pra me zemrën tonë është fjala të mirat edhe dhuntit që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala me këtë gjë na urdhon në shumë ajete në Kur'an. Në surën Araf në ajetin 69 thotë fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kujtoni të mirat dhuntit të Allahut që të shpëtoni, të jeni për shpëtuarve. Po ashtu në surën Nahl ajetin 53 thotë wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo nimet, çdo dhunti, çdo të mirë që e keni prej Allahut. Kurse në surën Nahl ajetin 18 thotë vërtet surën Luqman ajetin 20 thotë wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allahu ju ka mbuluar juve me të mirat e tij, me mirësitë dhe dhuntitë e tij, të jashtme dhe të brendshme. Po të jashtme, dukshme dhe ato të brendshme të padukshme. Kurse në surën Nahl ajetin 18 thotë wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse mundoni mi numëru nimetet dhuntitë të Allahut, nuk keni mundësi mi numëru. Po nëse ti nalesh tash dhe mundosh mi numëru të mirat që ti ka dhënë Allahu, deri në fund të jetës, nëse numëron nuk mundesh me numëru ato. Por nuk janë ato me mira, as me miliona, as me miliarda, apo me të pakufishme. Po s'mundesh kur me numëru. Prandaj vazhdon Sheikhul Islami thotë, kur robi i kujton këto nimetet mira që e ka bagatuar Allah subhanahu wa taala me to, për shembull që Allah në shërbim të njeriut i kalon këtë univers, qiellin, tokën, pastaj gjërat që janë tokë, domthonë pi pemëve, pi kazheve dhe tjera. Edhe i kujton pra që është e pa në ajetin më lart që Allah ka mbuluar ato me të mira, qofshin të jashtme, po gjithashtu edhe të brendshme, siç është imani, edhe tjera pra pi veprave adhurimeve të zemrës. Atëherë patjetër thotë kjo ka me ngacmu, domethënë ka me nxit që në zemrën e njeriut me pas motiv, edhe me shtu pra me dashur Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në anën tjetër thotë nëse do njeriu që po zemra e tij me lviz edhe me nxit frikën në zemrën e tij për Allahun subhanahu wa taala, atëherë thotë le të lexoj ajetet në Kur'an që flasin, që janë ajete kërcënuese, që flasin për dënimin e Allahut, ajetet që flasin për ekspozimin për Allahut, pra që kena më dalë, me dalë, kena me qëndru para Allahut, se cili për nesh vetëm, pasaj llogari dhënia, pra që kemi dhënë llogari dhe tjera. Ndërsa ato gjërat që e nxisin shpresën te Allahu subhanahu wa taala, që njeriu më shtu shpresën në Allahun subhanahu wa taala, është gjithashtu thotë me kujtu, pra me shiku me zemrën e tij bujarinë e madhe që Allah subhanahu wa taala ka ndaj tij. Po ashtu butësinë, pra që Allah me gjithë mëkatet e shumta që i bojmë, po nuk po na dënon. Pastaj faljen e mëkateve, edhe ajete të tjera që flasin pra që na nxisin neve pra me shtu shpresën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon me një vend tjetër, Sheikhul Islam në libër tjetër thotë, nëse dashuria është origjina e çdo vepre fetare, po kjo është e ditur, po e njohur si parim sham deri tash, që dashuria është pra baza, origjina e çdo vepre fetare, pra adhurimi që ka të bëjë me fen, do ta dim thotë gjithashtu që frika dhe shpresa janë ato edhe tjerat, pe adhurimi e zemrës janë ato që e kërkojnë domosdoshmërisht dashurinë, që me pas dashurinë njëri në zemrën e tij mirë, po gjithashtu përveç që e kërkojnë, po që e detyrojnë me marrë si rezultat, po ashtu edhe i referohen ose i kthehen dashurisë te Allahu subhanahu wa taala. Po frika edhe shpresa, por arsye se ai i cili shpreson, thotë shpreson vetëm në ato gjëra që i don, ose shpreson te ai që e don, që ai ka me shpërbil. Po ashtu ai që friksohet, po njeriu për shembull kur shpreson diçka nuk shpreson gjëra që i urrejnë, mirë po gjëra që i pëlqejnë atë që i don. Po edhe kundërt ai që friksohet, thotë friksohet për atyre gjërave që nuk i don, edhe domthon kur friksohet për tyre, thotë ik prej tyre me qëllim që me arrit deri te gjërat që i dëshiron dhe i don. Prandaj pra edhe frika edhe shpresa po kthehen te dashuria. Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala si argument e sjell ajetin që lexuam më lart në surën Isra,
që Allah subhanahu wa taala I ka përmend pra ata që adhurojnë Allahun, thot ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Ata që lusin Allahun ose adhurojnë Allahun, thot ata që është tha më larg, po kërkojnë vësile, afrim, mënyrë se si mu afru te Allahu sa më shumë përmes adhurimeve, përmes domethënë veprave të mira. Cili prej tyre po afrohet te Allahu më shumë dhe shpresojnë mëshirën e Tij dhe friksohen për dënimet e Tij. Po ashtu në surën Bakara ajeti 218 tregon se Allah subhanahu wa taala ka thënë innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Vetëm ata që besuan, që bën hijrat, migruan për hit Allahut dhe luftuan në rrugën e Allahut, thotë këta janë të tillët janë që shpresojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pasaj shoqë Islami thotë mëshira e Allahut subhanahu wa taala, pra mëshira është emër përmblas që përfshin çdo hajër, çdo mirësi. Ndërsa dënimi i Allahut subhanahu wa taala është emër përmblas që përfshin edhe përmban çdo sharr, çdo të keqe. Ndërsa banesa shtëpia e mëshirës së pastër të kulluar prej Allahut subhanahu wa taala është xheneti I Tij. Ndërsa shtëpia ose banesa dënimit të pastër të kulluar prej Allahut subhanahu wa taala është zjarri I xhenemit. Ndërsa thotë jeta e kësaj bote është domethënë banesë ose shtëpi arabisht thonë istidraj, po që Allahu gradualisht secilin prej njerëzve përmes veprave të Tij ose I dërgon xhenet ose I dërgon xhenem, përmes veprave që I bën këtë dunjë. Po kjo është qëllimi I jetës së kësaj bote. Sidoqoftë këto trija që I përmendëm janë gjëra që Allah subhanahu wa taala I ka bërë obligim për njerëzit. Patjetër na duhet mi pas këto në zemrat tona, mos më na mungu asnjëna prej tyre. Prandaj edhe dietarët I quajnë këto tri shtyllat e adhurimeve që janë në zemrën ose do të jenë në zemrën e besimtarit. Për arsye se ato janë si themele, mbi cilat pra bazohet dhe ndërtohet e gjithë feja jonë. Patjetër çdo adhurim me cilin ne afrohemi te Allah subhanahu wa taala, çdo vepër e mirë do të shoqërohet me këto tri cilësi të zemrës ose këto tri veçori të zemrës, po dashuria, shpresa dhe frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë kuptim Ibn Rajab Allahu më shoh thotë është e mirë njohur që adhurimi ndërtohet mbi tri baza. Edhe I përmend këto, por frikën, shpresën dhe dashurinë. Secila prej tyre thotë është obligim edhe detyrë e domosdoshme. Patjetër besimtari do të mi kombinu dhe mi bë bashkë këto në zemrën e tij. Për këtë arsye thotë selefi e kanë nënçmuar shumë atë I cili e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala vetëm në njërin prej tyre dhe I ka neglizhuar dy tjerat. Nga sa thotë bidati I xhavarixhve dhe tjerëve që janë në rrugën e tyre thotë ka dal kur ata janë tregu, I kanë kalu kufit edhe kanë tepruar shumë në frikën në raport me Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ju largu se ju kanë shpag dashurisë dhe shpresës në Allah. Pra ata këtë fenë kanë pas të bazuar në frikë ndaj Allahut. Për këtë arsye kanë kaluar në ekstremizëm, edhe I kanë kaluar kufit e lejshëm të fesë. Edhe siç dihet, pra kanë kaluar bidat, I kanë llogarit pjesën tjetër muslimanëve jo besimtarë kështu më radh, pra kanë leju me prek gjakun në nderin e tyre kështu më radh. Ndërsa ato të ekstremi kundërt bidati I murxheve, thotë ka dalë dhe ka buru kur ata në zemrat e tyre I kanë lidh vetëm me shpresë. E fare pra në zemrat e tyre nuk ka pas frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye kanë ndronë në bidatin e irxhas, që janë pra ekstremi kundërt I xhavarixhve. Edhe thotë gjithashtu bidati shumë prej atyre pantezëve dhe tjerëve, domethënë që I atribuohen ibadetet edhe adhurimit, pra quajnë veten adhurues majt, pra qëllimi është për sufit, cilët kanë kaluar në ekstremizëm saqë domethënë besojnë që Allah është mishëruar me krijesat e Tij. Thotë ata bidati I tyre ka dalë kur ata e kanë tepruar sa I përket dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra ata thonë e adhurojmë Allahun vetëm me dashuri. Mirë po thotë I kanë lënë anësh frikën edhe shpresën në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto tri shtylla të adhurimit ose të adhurimeve tona, Allah subhanahu wa taala I ka përmend në surën e parë të Kuranit, surën Fatiha. Pa Allah subhanahu wa taala se çetim thot: Elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra dashuria është në ajetin e parë. Pa Allah thot Elhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi I takon Allahut, I përket Allahut Zotit botëve. Po gjitha lavdatat, falëndrimet I ka takojnë Allahut Zotit botëve. Në gjuhën arabe hamd do thot lavdrim I cili shoqërohet me dashuri. Po e lavdron Allahun nga se e don. Po kur e lavdron tjetrin pa dashuri, në gjuhën arabe kjo quhet madh.
Po është lavdrim i thjesht. Mirë po nëse lavdrimi shoqërohet me dashuri ndaj dikujt, atëherë kjo quhet hamd. Prandaj po besimtari e falëndron dhe lavdron Allahun, e bën hamd Allahun nga se e don Allahun. Dhe pse ne e bëjmë hamd Allahun, po pse ne e lavdrojmë Allahun duke shoqëruar me dashuri, për arsye që është më lart të mirave dhe dhuntive të shumta që na i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, të cilat janë të panumërta. Nuk mundën të numërohen kurrë. Po gjithashtu ne e dojmë Allahun subhanahu wa taala, pra lavdrojmë me dashuri Allahun subhanahu wa taala për shkak të emrave të tij të bukur, edhe cilësive të tij të përkryera, për shkak të madhështisë së tij, madhërisë së tij, bukurisë së Allahut subhanahu wa taala, kështu më radh. Për këtë arsye, po që Allah është i përkryer absolut, ne e dojmë, po edhe në aspektin tjetër, domethënë që Allah na ka dhënë të mira të shumta, të panumërta. Prandaj për këtë arsye edhe e bëjmë hamd Allahut subhanahu wa taala. Po ky ajet ne kur e lexojmë, do të më pas parasysh këtë kuptim, domethënë kur e lexojmë ose e dëgjojmë, pra pe imamit kur thotë elhamdulillahi rabbil alamin, me ditë kuptimin domethënë edhe me ditë që kjo na nxit për me dashur Allahun subhanahu wa taala. Pastaj kur janë ajeti i dytë Ar-Rahmanir Rahim, pra muslimani lexon këtë ajet, patjetër që në zemrën e tij ka me lëviz shpresa në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nga se ti e din që po adhuron ne Allah, ne të adhuruar i cili është i mëshirshëm në qendjen e tij, pra Ar-Rahman, i gjithë mëshirshëm, por gjithashtu edhe Ar-Rahim është mëshirbërës, pra që i mëshiron besimtar, po të mëshiron ty si besimtar, edhe adhuruesi i tij. Kur e lexon Maliki Yawmiddin, sundues edhe mbreti i ditës së gjykimit, atëherë patjetër kjo ka më nxin zemrën tonë frikë për Allahun subhanahu wa taala. Ka sa është mbret madhështor, po ti do të më pas kujdes mos me thuj urdhën e tij, mos me shkel ndalesat e tij. Ka se do han çdo mbret që i thën urdhat e tij ose shkel ndalesat e tij, ai dënon, edhe ndeshkon. Allah subhanahu wa taala është mbreti mbretër, është mbreti absolut, do han madhështor. Edhe në ditë, pra në ditën e Kiametit kemë dal para tij. Ja kemë dhënë llogari. Edhe kjo ditë nuk është ditë e lehtë, pra Allah subhanahu wa taala ka bashkuar në shumë ajete do han të frikën e madhe, të merrën e madhe që i kap njerëz në këtë ditë. Mirë, po ajete këto që i përmend Sheikhul Islami thotë, janë ajete në surën Fitar, ku Allah thotë: "Wa ma adraka ma yawmiddin." Kush mund me tregu ty, me ta shpjegoj çka është dita e gjykimit? Thumma ma adraka ma yawmiddin. Prapë përsërit Allah pyetën. Pastaj kush është ai që mund ta shpjegoj ty edhe ta tregoj ty se çka është dita e gjykimit? Thotë: "Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, wa al-amru yawma idhin lillah." A dhe thotë askush nuk ka në dorë diçka për dikën tjetër. Askush nuk mundet me i bë dobi dikujt tjetër. Po secili është i preokupuar me veten në çështjen e tij. Askush nuk zotron diçka për dikën tjetër. Edhe gjithë çështja thotë i takon Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj themi iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pra kuptimi është të adhurojmë ty o Zot, o Allah, me adhurim të sinqert, vetëm ty të adhurojmë, me adhurim të sinqert, pastër të kulluar, mirë po duke e shoqëruar këtë adhurim me dashuri, me shpresë dhe me frikë. Pra të përshojmë domethënë që këto tri shtylla Allah subhanahu wa taala i përmend në surën e parë që është e vendosur në mushaf. Prandaj këto tri shtylla të adhurimeve janë të sqaruara, të shtjelluara, të detajizuara në librin e Allahut subhanahu wa taala. Po nëse lexojmë librin e Allahut, është mirë me lexuar, siç e dimë me meditim. Pra aty do të hasim edhe do gjejmë ajete të cilat e përmendin dashurinë ndaj Allahut, na nxisin, pra na motivojnë, na inkurajojnë që me dashur Allahun subhanahu wa taala. Nga se na i sqarojnë pra gjurmët, frytet, rezultatet, përfundimet e lavdruara që i ka dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Na sqarojnë gjithashtu pozitën e lartë që ka kjo dashuri pra në fenë Allahut subhanahu wa taala. Po gjithashtu na sqarojnë edhe vlerën e atyre të cilët në zemrat e tyre kanë dashuri ndaj Allahut, siç atë Allah për shembull yuhibbuhum yuhibbunahu. Allahu i don ata dhe ata e dojnë Allahun. Po ashtu në ajetin e do të hasim, do të lexojmë ato shenjat, dëshmitë, provat që tregojnë për dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në këto ajete ne do t'i gjejmë edhe do t'i lexojmë edhe gjërat që e sjellin dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala në zemrën tonë dhe e shtojnë këtë dashuri. Po e zhvillojnë edhe e shtojnë edhe forcojnë në zemrën e çdo muslimani. Pastaj kur vazhdojmë me lexuar ajete të tjera të Kuranit, ku kemi lexojmë ajete të cilat pra flasin për shpresën e Allahut subhanahu wa taala. Po që sqarojnë pozitën e lartë dhe madhështore që ka kjo adhurim i zemrës në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu na i përmendën ose na i sqarojnë, na i tregojnë çështjet të cilat e bëjnë që kjo shpresë në Allahun subhanahu wa taala pra me zën në vend në zemrën e besimtarit, po
me nxit, me ngacmu zemrën e besimtarit që me pas shpresë në Allahun subhanahu wa taala. E këto ajete që thamë më lart janë ajete që flasin për nimetet, dhuntit, mirësitë të Allahut, shpërblimin që Allah ka përgatitur për besimtarët, pra mëshirën, dhuratat e shumta që Allah ja besimtarëve si këtë botë, si botën tjetër e kështu me radhë. Edhe në përgjithësi pra ajetet që flasin për premtimet e Allahut subhanahu wa taala, që janë ajete shpresdhënëse. Pa që thamë që flasin për sevapet që Allah ka përgatitur për besimtarët e kështu me radhë. Pra këto janë ajete të shumta që i hasëm dhe lexojnë në librinë e Allahut subhanahu wa taala, që padyshim pra vën në lëvizje pra në zemrën e besimtarit shpresën, pra me pas shpresë, me varë shpresat vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu kemi lexuar pasaj edhe ajetet e Allahut që flasin në këtë kuptim ose në këtë temë. Po ajetet që flasin për emrat e Allahut subhanahu wa taala, që tregojnë se Allah është falës, Allah është i mëshirshëm, që Allah është pra bujar, Allah domthonë është bamirës, e kështu me radhë pra që Allah e pranon pendimin prej robit, që nxisin pra shpresën në zemrën e besimtarit. Pastaj kemi ajete të shumta të cilat na shpjegojnë dhe sqarojnë frikën. Edhe na ftojnë edhe na thrasin që mundu me realizu këtë frikë, pra si adhurim ndaj Allahut në zemrat tona. Po që zemra e jonë, zemra muslimanit të jetë gjithmonë me pas frikë në raport me Allahun. Si thot Allah për shembull në surën Al-Imran, ajetin 75, "Fela takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mos ju friksoni atyne. Mirë po friksoni vetëm mua, nëse jeni besimtar. Pa Allah subhanahu wa taala frikën ndaj tij këto po këtë ajet po e përmend si kusht të imanit. Po nëse jeni besimtar do të vetëm mua më friksu, jo njerëzve, jo tjerëve. Po përmend që kjo është po kusht për imanit, është bazë për themeli fesë. Gjithashtu për frikën, po kemi në përgjithësi pra ajete të tjera që flasin që janë kërcënuese, pra që Allah subhanahu wa taala tregon për dënimin edhe ndëshkimin që ka përgatitur për ata që nuk i bindën Allah subhanahu wa taala, pra zjarrin e xhehenemit, pastaj ajetet që flasin për hakmarrjen e dënimin e tij edhe në këtë botë. Edhe tjera ajete, këto pra e bëjnë që në zemrën e besimtarit pra me lëviz ai frika ndaj Allah subhanahu wa taala, pas frikë dhe dro prej dënimit të tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala pra në Kur'an neve na ka friksuar shumë, pra që ne me pas frikë dhe me pas kujdes për zemrimet edhe dënimet e tij. Edhe për zjarret që ka përgatitur pas i dënim botën tjetër. Gjë që patjetër është obligim pra që bëjnë që me nxit pra frikën në raport me Allahun subhanahu wa taala. Në anën tjetër Allah gjithmonë na ka motivuar, na ka nxit, na ka inkurajuar në xhenetin e tij. Duke na i përmend pra ato gostit, përgatitjet, shpërblimet e shumta të mrekullueshme që Allah ka përgatitur për neve. Prandaj këto ajete do po më na shtyn neve, është obligim që më na shtyn neve që kur i lexojmë pra ne të përkushtohemi që me kërku xhenetin, shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Pa ta synojmë këtë gjë me zemra të mbushura plot me dashuri ndaj bujarit edhe bamirësit pra Allahut subhanahu wa taala. Edhe që sa më lart dietar këto tri baza ose shtylla të adhurimeve i krahasojnë ose nevojën e njeriu që i ka për këto tri shtylla të adhurimit i krahasojnë me zogun, pra nevojën që ka besimtari mi pas këto tri shtylla të adhurimit në zemrën e tij kur udhton ka Allah subhanahu wa taala i krahasojnë me fluturimin e zogut ose shpendit. Siç thotë Ibn al-Qayyim Allahu më thot, zemra në udhtimin ose rrugtimin e saj ka Allah subhanahu wa taala është sikur se zogu. Dashuria është koka, sikur koka zogut, frika dhe shpresa janë si dy krah të zogut. Prandaj thotë nëse koka është shëndosh e mirë, edhe gjithashtu edhe krahët, atëherë thotë zogu ka me pa flutërim duhur, flutërimin e mirë dhe duhur, pas ka me pas ngesjen flutërim. Mirë po thotë nëse i kputet koka zogut, atëherë do të ai vdes. Prandaj edhe njeriu nëse adhuron Allahun pa dëshirë, do të thonë realisht konsiderohet si i vdekur. Nëse zogu thotë i humb dy krah ose njërin prej tyre, atëherë thotë ai është i ekspozohet pasaj çdo gjyetari ose grabitçari, pizojve të tjerë që janë grabitçar. Për këtë mirë po thotë megjithatë selefe e kanë preferuar që njeriu kur gëzon shëndet mirë këto, domthon shëndet të plot gjatë rinisë e kështu me radhë, nuk ka të kesh në këtë rast thotë që mi dhon përparësi ose me 2 minuta ai krahu i frikës, më shumë se krahu i shpresës. Dërsa kur është në momentet e daljes prej kësaj bote, po në momentet e agonisë, atëherë mu përforcuta ose mi dhon përparësi me 2 minuta ai krahu i shpresës më shumë se sa krahu i frikës. Dhe këto e kemi edhe në athar për Aliut radhiyallahu anhu i cili thotë
La yarju 'abdun illa rabbahu wa la yakhafanna illa dhanbahu. Robi do të me pas frikë vetëm për Zotit e tij. E vërtet robi do të me shpresu vetëm tek Zoti i tij, ndërsa me pas frikë vetëm prej mëkatit të tij. Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, kur flet për këtë fjalë të Aliut, thot kjo është për aty në perlave që mundet më thon dikush me nxjerr për gjuhës së tij. Po kjo është për fjalën më të bukura, më të mira, më të fuqishme, më të plota që mund të më thon në këtë kontekst. Ka se kushdo që shpreson fitore dhe ndihmë dhe rrezik furnizim për dikujt përveç Allahut, Allah ka më lënë pa ndihmë. Ka më dështuaj. Prandaj pra besimtari në çfarë tham deri tash po shpreson vetëm hajrin edhe friksohet vetëm prej sherrit. Mirë, po na do ta dimë që robi po goditet me sherr, me të këqija, me fatkeqësi vetëm për shkak të mëkateve të tij. Sidoqoftë pra që to dy shpresa dhe frika bëhen bashkë, çdo dy cilësi vetëm tek ai rob të ai njeriu që Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses, edhe ka inspiruar që domthon me arrit atë hajrin, mirësinë që shpreson prej Allah subhanahu taala, edhe me kanë i sigurt pra prej sherrit edhe dëmit të keqes që i friksohet, pra që Allah subhanahu taala më dhon siguri prej të keqes edhe sherrit që i friksohet. Prandaj në fund e lutim Allah subhanahu taala që me mirësinë e tij më na bër prej atyre që dojmë Allah subhanahu taala me dashuri të sinqertë dhe të vërtetë. Për atyre që shpresojmë në mëshirën e tij dhe friksohemi prej dënimit të tij, dhe Allah subhanahu taala dhe më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.